Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ala thumma ma ba'd. Ndëruar vëllezër besimtar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po vazhdojmë të dashur vëllezër, kjo është ligjërata e dytë në pjesën e dytë të serisë, të cilën jemi duke shpjeguar që disa javë ajo është rruga e udhëzimit dhe pastrimit nga mbetjet e ignorancës ose pastrimin nga vesët dhe veprat e këqija. Javën e kaluar kemi folur për hapjen e parë të përmirësimit dhe të pastrimit dhe të rregullimit, i cili është pranimi i fajit, pranimi i gabimit, pranimi i mëkatit. Pra bindë tash vëllezër besimtar, kur njeriu është në gabim, është në ose ka bërë mëkat, hapi i parë për përmirësim është me kuptu, me di dhe me pranu se ai është në rrugë të gabuar. Hapi i dytë të dashur vëllezër besimtar është pendimi, kthimi dhe braktisja e mëkatit. Dhe këtë temë do të trajtojmë përmes disa pikave. Para është dashur vëllezër rëndësia e teubës, rëndësia e pendimit. Allah subhanahu wa ta'ala ka nxirë në shumë ajete për të pendu besimtarët, në veçanti e të gjithë njerëzit pastaj në përgjithësi. Dhe profeti alayhi salatu wassalam po është të dashur vëllezër besimtar, madje edhe besimtarës disa herë Allahu xheli ka thirrë që të pendohen, nga se që thot profeti alayhi salatu wassalam, të gjithë njerëzit janë gabimtarët më të mirë janë ata që pendohen. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Pendohuni tek Allahu të gjithë, o ju besimtar, që të shpëtoni. Pendohuni tek Allahu të gjithë, o ju besimtar, la'allakum tuflihun, që të shpëtoni ose ndoshta shpëtoni. Pra, pa pendim të dashur vëllezër besimtarë, edhe besimtarët e kanë vështirë me shpëtu, nga se mëkatet janë të mëdha. E hapi Allahu subhanahu wa ta'ala është i madh. Mirë, po pendimet duhet bëhet në veçanti për ato gjëra dashur vëllezër besimtarë, të cilat i dimë dhe i kemi si pika të zeza ose njolla të zeza në karakterin tonë. Nga se pa gabime nuk ka asnjë njeri. Mirë, po janë disa gabime të cilat vërtet e pengojnë besimtarin në esin e tij drejt Allahu subhanahu wa ta'ala. Janë disa gjunohe të cilat e pengojnë besimtarin për mos me fal namazin, e pengojnë besimtarin për mos me lexu Kur'an, e pengojnë ose privojnë besimtarin për me bërë vepra të mira. Andaj lirimi prej këtyre pengesave dhe mëkateve është pendimi të dashur vëllezër besimtar. Andaj Allahu azza wa jalla pendohuni të gjithë, o ju besimtar, që të shpëtoni. Ka shumë besimtarë të cilët s'mund të falin namazin. Ka shumë të tillë dhe ata me shumë nisë që s'u falin namazin me xhamat në xhami, dhe s'u falin namazin e sabah, dhe s'u falin namazin e yacis në xhami e kështu me radhë. E pengesa kryesore, arsëtimet që njeriu ja bën vetes aty në tjetër mirë, po pengesat reale të këtyre të privimit nga ky hajër i madh është ose janë mëkatet. Për ata tash vëllezër disa prej selefit, muslimanët e vjetër kanë thonë që hurimtu qiyam al-layli bisababi dhanbin adhnabtuhu, jam privuar nga namazi i natës 16 ditë për shkak të një mëkati që e kam bërë. Andaj kjo largim ose ky largim nga xhamia, ky largim nga Kur'ani, ky largim nga dhikri, sjencat besimtarë të cilët qëndrojnë gjatë në xhami dhe përkthejnë Allah subhanahu wa ta'ala, janë shumë pak. Krejto janë si pasojë të dashur vëllezër, si pasojë mëkate. Dhe Allahu na thret që të pendohemi të gjithë. Po ashtu Allah subhanahu wa ta'ala thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." O ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert, kurse profeti alayhi salatu wassalam po ashtu thotë: "Ejuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiruhu", o ju njerëz,
pëndohuni tek Zoti dhe kërkoni falje prej Tij. Sepse thot unë kërkoj falje fil yawmi 100 marra. Unë po thot profeti për veten e tij po tregon thot unë kërkoj falje, pëndohem brenda ditës 100 herë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. O ju që keni besuar, pëndohuni tek Allahu me një pendim sinqert. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Ndoshta Allahu ose që Allahu t'i afal mëkatet e tek këqijat e juve. Allah subhanahu wa ta'ala të dashur vëllezër ka treguar se I don ata që pendohen. Dhe ata që kthehen te Allahu subhanahu wa ta'ala, ata I kanë ditë që të pendohen. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Vërtet Allahu I don ata që pendohen dhe ata që pastrohen. Në pri kategorive të njëzë që Allah xhelle fi ula I don janë edhe ata që pendohen, që kthehen te Allahu subhanahu wa ta'ala dhe I bien peshman për mëkatet dhe veprat e tyre të liga. Ndaj pendim dhe shëllëzër është për ibadetet që Zoti subhanahu wa ta'ala don. Madje profeti alayhi salatu wassalam ka treguar se Allah azza sa gëzohet Allah subhanahu wa ta'ala me pendimin e njeriut. Thot profeti alayhi salatu wassalam, Allahu ashaddu aw afrahu bi 'abdin aw bi tawbati 'abdin. Ka treguar se sa gëzohet Allahu kur pendohet njeri, ka thonë sikur se një person Allahu gëzohet më shumë me pendimin e një personi se sa kur një njeri është me kafshën e tij në cilën e ka dhe ushqimin në një shkretir, në një vend të largët dhe pa pritmas ai bie me fjet e kurçohet e ka humbë se nuk e gjen kafshën, e së bashku me kafshën nuk e gjen as ushqimin dhe pijen. Dhe kështu ai e din që është I humbur dhe I shkatruar. Kur në moment I del përpara kafshë, sa gëzohet thot kur është që shpëtoi, Allahu gëzohet edhe më tepër me robën e tij kur ai pendohet. Ndaj tash edhe mjafton si nxitje për neve që më bëj istikfar sa më shumë dhe më pendu sa më shumë që Allah subhanahu wa ta'ala më na dash. Mjafton çike. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Vërtet Allahu I don ata që pendohen. Që I bjen anën tjetër, Allahu nuk I don ata që nuk pendohen, që s'kërkojnë falje për veprat e tyre të liga. Allahu gjithashtu I ka përgëzuar dashur vëllezër me një përgëzim të madh ata që pendohen dhe përmirësohen. Subhanallah. Është një përgëzim jashtëzakonisht I madh, një myshdë e madhe për ata cilët përmirësohen, pendohen, por pas pendimit tyre ose pendimin e tyre përcjellen pastaj me veprat e mira. Jo vetëm fjalë goje, o Zot falë dhe me vazhdu veprat e liga mirë, po pendohen dhe përmirësohen te Allahu subhanahu wa ta'ala. Dëgjoni se çfarë përgëzimi të madh Allahu subhanahu ka përgatitur për ata besimtarë të cilët ose ata njerëz të cilët pendohen dhe përmirësohen, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahim. Subhanallahu. Përveç atyre të cilët pendohen. Illa man taba, përveç atyre që pendohet, wa aman, beson, wa amila salihan dhe vepra të mira punon. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Subhanallah. Allahu atyre veprat e këqija u shndron në sevape. Subhanallah. Ato të kaluara për shkak të pendimit të sinqert dhe për shkak të përmirësimit pas pendimit. Po një besimtar ose një njeri që ka pas një të kaluar jo të mirë, dashur, mirë po është penduar sinqerisht. Andaj kjo është një përgjigje zakonisht, përgjigje kuranore për një dilemë që disa njerëz ngritin ka një herë ndaj disa persona të cilët janë udhëzuar dhe janë penduar. Po të nuk e di ku shkon ky, hec me të ku e kon. Ndoshta u kon, por nëse është penduar sinqerisht, dhe është përmirësuar pastaj
Qysh Allahu kërkon, jo vetëm që Allah e pranon pendimin e tij, por ai ka edhe diçka ekstra shpërblim. Ai është që mëkatet që i ka pas Allahu subhanallahu më ia shndron se vapi. Ky është ajet kuranor. Illa man taba wa amana. Këto janë kushte, 3 kushte, me pendu, wa amana, me besu, pastaj me bë besimtar i mirë, wa amila salihan, dhe me punu vepra të mira. Çka ndodh me këtë person? Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atim hasanat. Allahu u shndron këtyre personave të këqijat e tyre të kaluara në të mira. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Allahu është falës dhe mëshirues i madh të dashur Zot. Po Zoti e ka rahmetin e madh, e ka mëshirën e madhe dhe e pret besimtarin, padyshim dhe njeriu më pendu mirë, po për me arrit këtë shëllim ai duhet me pas pendimin e sinqert. Duhet me pas pendimin e sinqert, pra pas pendimit me ndryshue jetën e tij, veprën e tij dhe mu kthyer Allahu subhanahu wa taala qysh Allahu don. Dhe gjitha ato vepra të këqija, ato mbetjet të ignorancë që i ka pasur dashur vëllezër besimtar, me i shndru pastaj të shndrohen në vepra të mira dhe me permision. Ne ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, më i miri në islam është ai më i miri që ka qenë edhe në xahiliet. Pra ai që ka qenë Allahu edhe kur të kthehet në fenë në islam ose kur permisohet, Allahu ja pranon ato vepra që ai ndoshta i ka qenë të shije mirë, për shkak të pendimit të tij Allah subhanahu wa taala ja shndron në vepra të mira. Gjithashtu dashur vëllezër besimtar, Allahu ka dhënë shpresë edhe për ata të cilët ndoshta kanë tepruar ose janë thelluar ose janë largu këgja shumë për Allah subhanahu wa taala me gjënave. Edhe atyre u ka dhënë shpresë, edhe ata i ka thirrë. Edhe ata që ka bënë dashta mëkate të mëdha. Allahu thot në Kur'an: "Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an." Subhanallahu ayeti ma. Ky kanë thonë dietarët është ajeti më shpresdhënës në Kur'an. Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Thuaj o robë të mi, të cilët e kanë tepru, i kanë të i kalu esrafu, me bo israf në gjinohë, jo vesh me bo gjinohë, po me bo israf në gjinohë, të më është me tepru duke bo me kate. Që ta persona, Zotë, nuk i ka thirë, o ju me katar, o ju faqezi, si ka thirë kështu, o ju zullumqar, si ka thirë kështu, e kanë meritu, o ju s'përpërën tash me kate të caktuara, për shembull, o zinaqare, që po di nej me kate të shëmtuar, nuk i ka thirë në të formë, po i ka thirë, o robë të mi, pro edhe ju o me katar, edhe ju o gjënaqar, edhe ti që sot nuk e desha që keni o Zotë, edhe ti e robim, s'ki ka shkëm. O robë të mi, pra mi ka du që eja se të pranoj, Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Oj, thuaj orë të mi cilët e keni të prume me kate. La taqnatu min rahmatillah. Dhe këtu të rëzhvjen përgëzimi dytë, përveç thirrjes së butë, dhe shulezër me këtë shprehje të mirë, tash Allahu çka po thotë, la taqnatu min rahmatillah. Mos e humbini shpresën në rahmetin e Allahut. Askush, asnjë, pavarësisht mëkatet që i ka bërë, mos e humb shpresën. Kjo nuk është thirrje që njeriu me vazhdu me mëkate, haj se Zoti po më pranoi ka. Jo, se ndoshta dekas ndruna Zot mund të më nxon pa u pendu. Po kjo është thirrje për milion mëkate. Edhe nëse kanë qenë të mëdha, edhe nëse kanë qenë shumë, milion mëkate dhe më thyet Allah, sepse Allah po thotë inna Allaha në fund të këtij ajeti, vërtet Allahu i fal cilat mëkate. Jami'an, të gjitha mëkatet, subhanallah. O robët e mi që jeni tepruar në mëkate, la taqnatu min rahmatillah. Mos e humbini shpresën në mëshirën e Allahut. Në fund inna Allaha, prap me për vërtet Allahu i fal të
i falë të gjitha mëkatet. Andaj hapi i dytë është vëllezër besimtar, i përmisimit, i largimit nga veset e këqija, nga veprat e këqija, nga fjalët e këqija, nga mëkatet e mëdha, mos falja namazit, pirja e alkoolit, gibeti, gënjeshtra, mashtrimi, e kështu me radhë. Hapi i dytë është pendimi i kthimit Allah subhanahu wa taala, dhe krejt këto ajete dhe këto hadithe janë për me tregu që Allahu të pret, Allahu të pranon, Allahu të fal. Madje të fal qatë shumë sa që edhe runa nga mëshira e tij, rahmeti për shkak të përmirësimit, ndryshimit të madh që mund të më bë, Allahu edhe gjënat e kaluara mundet me të shndrune, se po thot profeti alayhi sallallahu alaihi wasallam, është hadith qudsi, Allah subhanahu wa taala dhe ja ibn Adem, o biri Ademi, sa herë që ti mua më thirr dhe shpreson të kon, ghafartu leke, unë të fali, subhanallah, ma kane, sa do që ke bo, sa herë që ma të roket derën, kështu Allahu po thot, hadith qudsi, o biri Ademi, sa herë që ti ma të roket derën, i ngrit duart, ghafartu leke, unë të fali, pavarësisht se ndoshta mëkati ka qenë shumë i madh. Pastaj vazhdon hadithi ku si gjithashtu thotë, ja ibn Adem, o biri Ademit, nëse sikur se mëkatet tua të arrin kupën e qiellit, subhanallah. Pastaj ti i pishmon, bone mëkate deri në qiell. Thumma astaghfartani, e pastaj kërkove falje. Subhanallah. Ghafartu lek, unë të fali. Ky është Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse vazhdon të me bo gjinat dhe ke bo gjinat e deri në qiell, por i ke ra pishman, je pëndu, je përmisu, tek Allahu je kthy, dhe tek ai ke kërku stres sinqerisht, ghafartu leke, ta fali. Andaj dashur vëllezër, këto janë disa prej argumenteve si nxitje për të gjithë ne që mu pëndu pavarësisht mëkateve që mund t'i kemë bërë të mëdha ose të vogla, të dukshme dhe të padukshme. Në veçanti për ata besimtar dhe njerëz në përgjithësi të cilët ndoshta një kohë të gjatë e kanë arru Allahu subhanahu wa ta'ala, ndoshta se kanë njohur në rini, ndoshta e kanë pas kurset e skani për Allahu subhanahu wa ta'ala, mirë po, nëse kthehen e tërkasin deri në Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pëndohen sinqerisht, Allahu po premton që i pranon pendimin e njerëzve. Kur pranohet pendimi, dashur vëllezër, cilat janë kushtet për mu pranu pendimin? Dhe kjo është shumë e rëndësishme, kjo është pikë e dytë. Kushtet e pranimit të pendimit. Kushti i parë është braktisja e mëkatit. Nëse nuk e braktis mëkatin, e i thua Allahu të falem, kjo është hajgare. Kjo është tallje me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe kushti i parë është braktisja e mëkatit, me heq dorë. Një mëkat që ke qenë duke vepru me lanë, mundet ndoshta prapë me gabu mas një kohë me bo, por tash e braktisë dhe me një që kur më mos më kthy. Kushti i dytë, pa u zërushëm, është keqardhja, subhanallah. Me ndije keqardhje për mëkatet që i ke bë, me tarë të marre, me llogari që nesër kena me dalë para Allahut azza wa jall, dhe në të hadithin e madh kur Allah e fran në robën e njeriu, thotë o biri Ademit, hajde që të ofër, dhe ja qëtë me kotet për para. A ke bo që to filën dite? Jo kërruhu. Ishte me pranu,
o zëtë, s'monet me më hu. Pra me tarë keq, që së është me falë sabahën, me zonë e thirë dhe t'i flenë, me tarë keq, që bën me kate tjera, këshirë haram, bën gjibet, punën me haram, me shka pëtjene, me tarë keq. Pra, kushtit është e nedem, keqardhja, pra me ndije keqardhje dhe me tarë të marrë për me katin që ke bo dhe cilin ke kërkut pendim. Andaj ka thonë për vetës e më një hadith, e nedemu të ube. Ka thonë keqardhja është të ube. Në momentin që të vjen marrë për qatë gjuna, që kjo është pendimi. Qysh bëne me bo, qysh dhe me katit jenë tepër liga dhe shumë të zërës. Asi me katë nuk është i mirë. Pra keqardhja është kushti i dytë. Kushti i tretë dhe shumë të zërës është vendosja që mos më kthy mo në mëkat. Më pendu dhe me vendos që mos më kthy kur mo në atë rrugë. Kur mo mos me bat mëkat. Që kjo është vendosja e sinqerë. Kërku falje, me lanë mëkatin, me tarë keq dhe me vendosi kur mo mos më kthy në atë mëkat. O shpito Omer radhiyallahu ta'ala anhu, çka është tawbatun nasuh, pendimi nasuh, që ka thonë pendimi sinqert, disa kanë komentuar në ajetin kuranor që lexuam herët, çka është pendimi i sinqert, ka thonë Omeri, an yatuba ar-rajulu min al-'amali as-sayyi thumma la ya'udu ilayhi abadan, që njeriu më pendu nga mëkati i keq dhe nga mëkatës e vepra e keq, se mëkat mirë s'ka, nga mëkatës e vepra e keq dhe kur mos më kthy çato. Kushti i treti është vendosja dhe mos më kthy mo në mëkat. Në atë sjellje të liga të fjalë e kështu me radhë që janë të ndaluara, me përmisu, me i largu dhe mos më kthy mo. Dhe kushti i katërt është për me disa mëkate, nëse robi ka bon ndonjë mëkat, i ka bon zullum dikujna, i ka hyrë hak dikujna, qoftë në ndër, qoftë në pasuri, ka bon zullum, ka hyrë gjëna, ta shpendohet valla. Kushti i katërt është këtë rast është mja kthy hakun atij që ke hyrë hak, ose mja lip halallën. Kjo është shumë e rëndësi. Shumë e rëndësi. Andaj ata cilët kanë bo mëkate, që ju kanë bo zullum njerëzve, mundën me qenë ata njerëz me anda në shtëpinë e tyre. Pashortja, gruaja, fëmijët, baba, runa zët, prindi, ka bo zullum, i ka hyrë hak. O zët falë me ata falë, amo me kthy hakun. Ose kojshis, ose vllot, ose me rëndësi, mashtrimi kështu me radhë, nëse ka të bëjë me katin me hak të tjetrit, kushti i katërt përveç 3 kushteve që i thamë më herët është m'ia kthy hakun ose m'ia lyp halallën. Andaj profeti alayhi salatu wasalam ka thonë tahallalu, ka thonë lypni halallën njëri tjetrit para se me kush ka thonë fillimisht. Kush ka bon ndonjë zullum, kush ka zullum, kush është i ngarkuar me zullum, kush e ka qafën e tij me zullum të tjerëve, thot tahallalu, liron e veten nga ky zullum para se me ardh dita kur lirimi do të bëhet duke i dhënë sevapet e tua tash atina, ose ruan a Zot nëse s'ki sevape, se të harxhohen sevapet duke ja marrë mëkatet dhe me i lodh pastaj për ata që ke bërë sallam. Kështu ka thonë profeti alayhi salatu wasalam. Ky është kushti i katërt, tash vëzëri pendimit në rast se ka të bëjë me hak të njerëzve.
Dhe kjo po ashtu është përgjigje për disa pikpyetje që i bojnë disa njerëz dhe që me të drejtë e qysh ai po pendua po njerëz ju ka hin hak. Çashtu është. Atyre që ju kanë hin hak për me qenë pendimi valid dhe i pranueshëm të Allahut duhet me ja kthy hakun ose duhet me ja lyp halalin ose nëse s'ka mundësi asnjënin duhet për shembull dikush e ka bërë hibet dikon. Kjo është zullum. E ka përgoju dikon, është zullum. Këtu duhet me thonë bëma halal, mas miri. Po valla me shku tash me kallëzohet që e ke bërë hibete ndoshta bëhet hala fesad më i madh. Çka më bëu Allah dietarët? Yastaghfiru lahu, lutet për to. O Allah fale, ti ke gjëna, ti ai ke që në këtë rast mirë, po lutesh për ato më nëse më bë mirë tash edhe në këtë formë për shkak se nikoj i ke bë zullëm dhe i ke bë keq. Pikat e dashur disa prej hapave të largimit nga ose braktisjes së mëkatit. E para ose hapi i parë është urrëtia e mëkatit. Nëse nuk e urren mëkatin, nuk i më lë. Nëse e lën për të pjesën sy të shtremt, e kështu se shtremt në diçka haram. E ki që halot zemra po ta lyp, ja, nga bemë, smundesh me la. Andaj ka orë me doa, o Zot, na bën të dashur imanin dhe veprat e mira, dhe na bën të urrëtur në zemër el kufra wal fusuqa wal isyan, kufrin, mëkatet dhe veprat e këqija. Kur të urrësh mëkatin, çatëherë ky është hapi i parë që kemi ndalut Allah azza wa jall që me ta mundësua me urrejt veprën e keqe. Mos me dasht. Hapi i dytë dashur vëllezër është shumë e rëndësi me llogaritë të këqijat e mëkatit ose përfundimin e mëkatit të rrugës Zot. Këshire qysh përfundojnë ata që përdorin drogë? Shiqoj e përfundimin atyre që pinë alkohol, kur t'i rrugë. Shiqoj e përfundimin atyre që bojnë zullum. Ata munden me pas për momentin, munden me arrej nalt për momentin, por vështirë është me jarë fundi i mirë. Këshire e përfundimin atyre që, ose atyre që vjedhin e mashtrojnë, s'ka përfundim të mirë. Po flasin në këtë botë, para se me shku atje në ahiret. Ata runa Zot që kanë bërë zina, e kanë keshpërdorë në derin e grave të huaja. Atyre kanë në këthy, dhe kanë me laku solet. Këshire e fundi që shko me ardhë. Ndaj prej mënyra që më largu prej gjënave është mundar, subhanallah. Krasaj tash vepër mirët çfarë jetë e kanë dhe ata që e kanë në jetën e shfrenuar se çfarë jetë e kanë. E shet që edhe urren edhe largohesh prej atij në hatit. Tre dashur vëllezër. Subhanallah. Është madhërimi Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ka thonë disa dietarë, dhe kjo është shumë shprehje dashur vëllezër. E madhe, shumë. Ka thonë, kur desh me bon ndonjë mëkat, edhe nëse është i vogël, mos shiqo sa i vogël është mëkati, po shiqo sa i madh është atij që po e bën mëkat. Nëse do me bëne mëkat, mos e shiqo mëkatin, hajse së kur gjokjo. Dije se ai që po dhudi së shkurgjo, ai ka thonë mos e bë. Andaj sa ta madhresh Allahun dhe të kish të madh Allahun në zemër, qash ma shumë e urrejnë mëkatin dhe gjërarin.
Që do shumë besimtar na sqaron se pse profeti sallallahu ka kushtu kryesisht periudhës në Mekë, në fillim të shpalljes, i ka kushtu besimit, akides. Ja ka ngrit njerëzve Allahun besimin e zemra. Pastaj në fund, ose në pjesën e dytë, veç aty në Medinë, po ka fundin ndoshta edhe sidomos në periudhën e Medinës, kanë zbritë rregullat ose ajetet ose ndalesat, haramat. Fillimisht nuk ka pas. Fillimisht ka pas ajete vetëm me besu Allahun. Allahu është krijuesi, Allahu është furnizuesi, Allahu kthehemi, Allahu është xheneti, xhenami. Komo na mor me madhëru Allahun zemrat e njerëzve, kur e kanë madhëru dhe e kanë kuptu këto, pastaj ka thonë Allahu që ky Allahu i madh nuk e don si të vepër. S'ka pas nevojë me thonë dy herë pastaj. Ndaj njerëzit kur nuk e besojnë Allahun ç'është duhet, e kanë besimin e cekt. Sot e sheh dhe lënë gjuna, nesër janë nisë bën. Se nuk është i ndërtuar, nuk është i edukuar ç'është duhet. Madhërimi i Allahut është prej mënyra më të mira për më largu prej mëkateve. Mëkatet është edhe besimtar. Me po se qysh Allah Azza wa Jall i ka dënu mëkatarët, zullumçarët, qoftë ata që kanë kalu. E po në Koran për shembull, kush ka qenë Firauni, ku është Abu Jahli, ku janë ata pasanika, ku janë ata të fortë, ku janë ata që kanë thonë Inna rabbukumul a'la. Ku është ai? Ku është ai që thënë unë jam Zoti, jo vetëm që ishte me mohu, por i thoshte unë jam Zoti juaj më i madh, Firauni. Ku është? Ku është Abu Jahli? Ku është Abu Lahebi? E ku është Bilali? Ona të dhe. Po me i po dhe ata që disa me katarë, Allah Zeli dënon edhe në këtë, edhe për sgjallë. Edhe dvjem keq. Dvjem keq për gjendjen që shë vjen. Po do shumë të ka në për vendet ndryshme ku feja është po lecë një ditë. Se një prej vendeve, ajo është vend jashtëzakonisht i zhvilluar në Azi. Vend jashtëzakonisht i zhvilluar. Por i zhvilluar në aspektin e dunjallokut. Kanë themelu një drejtori në komuna, në qytete, një shërbim i veçantë, e kanë themelu tash kohëve të fundit për me dalë në përbanesa me i këqyrë ata ku ka pas pleq, a janë gjallë halosja. Sepse kanë po që po ndohë, ata fikall vetëm. S'ka të boba, s'nona, s'djale, s'qika, s'gjeke, kush kërkone. Po ndohë që po vdesin dhe s'pe marrin vesh deri kur pjo del era Allahun e Arut e Rabbelani mas diso jome. Kjo është dënim i kufrit, i mohimit, pastaj dënimi atyre që Allah Azza wa Jall u ka dhënë, i ka poshtru, u ka nxjerr fytyrat, u ka humbë nderin, karakterin, moralin e rrezikun, fytyrën. Ai që ka lënë jetën e tij në për zinë. E vren ato, ai fytyrën zeko. Ose ata cilët runa zët, punojnë me fajde, e me haram, me këtë haram të madhë. Ka plot rase që ju vjen fund i keq. Ju vjen fund i keq. E prej mënyra me të shti, me ik me katëve, është këshyre vlov jam. Këshyre ka fundin. Hiq pa shku të gjennemi. Këshyre ka fundin këtë dynja. Këshyre ku të qënë, o njerëz kjo fejë edhe hiq mos me pas gjennet. E që ne nuk punojmë për ata, ne punojmë për gjennet.
Por hiç mos me pas, edhe ata që zbesojnë për shembull xhenetin, veç për shkak të mirave të kësaj jete ja vlen me i praktiku mësimet e saj. Jo alkool, jo mashtrim, jo rran, jo vjedhje, jo drogë, jo fyrje, jo sharje, jo gibet, jo korrupcion, jo keshpërdorim, jo mashtrim, jo keshpërdorim i pozitës, jo keshpërdorim i pasurisë së shtetit, jo zullum ndaj tjetrit. Që kjo është feja jo. Pesë doshë dhe zërë, subhanallah, ka përmend dietarët, për mënyra që ndihmon më largu për e mëkateve është më larë me menu a ki qef me nëzonë tekja e ti me qenë duke kryrë qatë gjëna. A ki qef me vdek e me shku e ka matën halos e ke kryrë. A ki qef me vdek me nëzonë vdekja halo kryrë sejgjës e ke qitë. A ki qef me vdek e Allahot kur si ke thonë o Zotë më falë. A ki qef me vdek e kur Ramazan s'ke agjeru. A ki qef me vdek e ndoshta pasurin dikune e ke marri ke po zullum. E a i ka ngrit duart lartë, o Zotë. Hakun merja. Ka thonë për e të sëram. La jezni zani hine jezni vë hu mu'min. Allahu në arrujt, nuk ndodhë që me bo, ose kur ndodhë, kur dikush bën zina, s'ka mundësi me bo zina duke qenë besimtar. Pra në momentin kur bën zina njeri ju, besimtari, imani ngritit i qohët me. Runa zëtë me po me ndekë të gjendi. Ta i ka përmend dietarë që është shumë e rëndësi me mendu ka njerë besimtari. Ashta s'ka qef. Mirë po me mendu qëka nëse sëmë qelë sabaj, cilat e në veprat e mira që si ke punu, dhe cilat janë veprat e liga dhe mekatet që jetë duke i punu, e gjithë vjenë mare para Allahut kur ka me tilë shumë. Ekra kitabek. Ekra kitabek. Kanë në thonë se cilë ditën e gjykimit, lexo librin tënë. Lexo librin tënë. Subhanallah. Allah në përmesot, ja Rabbel Alemin. Disa gjërat cilat e ndihmojnë, shkurtimisht veç me përmend të gjërat që ndihmojnë besimtarit për më largu prej mëkateve. E para, me punu veprat mira sa më shumë. Dënë me lanë e gjëna, puno vepra. Veçanti namazi. Veçanti namazi ka o një person, një shok i Profetit sallallahu alaihi wasallam, një herë te pejgamberi alayhi salam, dhe mas e ka fal namazin e ikindis, thëtë ja Rasulullah, halaktu, kam boni me katë madh, ja Rasulullah. I tha Profeti sallallahu e fali qinin. A ke namaz me neve t'i stash? Në gjemat, tha po, ec e namazit a ka shri me njën Allah të zëvëzhe. Veprat e mira, sa ma shumë veprat e mira. Ta cilët kanë bo keq, dhe bojnë, kanë bo me kate, dhe janë pëndu për të gjithë, edhe ne jenë të tjilë. Si ma që pa me kate mënyra me e mirë, për mi braktis me katët. Mu largu për tyre është, sa ma shumë veprat e mira. Sa ma shumë namaz, sa ma shumë Kur'an, sa ma shumë agjerim, sa ma shumë umre, haqë, sadok, e kështu me radhë. Bamirësi, sa ma shumë. Innel hasenati yudhibne sejjiat. Allahu ka thonë vërtet veprat e mira i fshin të këqija. Inna salate tenha anil fahsha wal munkari wal baghi. Vërtet namazin ndalon nga veprat e liga të këqija të dyta. Ndalon. Ai që dën me lon një mëkat, një rrugën e gabuar, duhet në xhami me orë. Duhet në xhami, çto është kibla. Duhet me namaz.
Sepse dhe namazi edhe fshin shumë me pastron besimtarin mirë, po është mënyra më e mirë që me rujt. Po është dashur vëllezër prej gjërave që ndihmojnë njeriu me braktis me katin është ka njerë do të me ndru ambientin, do të me ndru vendin, do të me ndru shoqërinë. Është një hadith që një person i ka vronë 99 në kohën e Bani Israil, i ka vronë 99. Edhe shkur ka vetë një besimtar, ka po të xhamie, i ka thonë 99 i ka vronë, ama falë Allah, që me ta falë, për ti, 99 i paske, që ishme ta falë. Ka thonë edhe ty, po i bëj 100, fik se fik, e ka një ty ka bo 100. Pastaj ka shku të një person i nashëm. Epse ka bo 100, ama falë be Allah që të gjennatë madhë. Ka thonë, po pëse s'ta falë Allah? Gjitha me katët Allah i falë. I falë, ama du në përdu sinqerisht. Mirë për i ka thonë, lango prej shti venis të kuj. Që tu kuj e, apet ki me vra dhe një nesër. Ik për i këtuit. Në të shumë disa me kate, për mu pëndu, për mi braktis, duhet me shyrë ndështa, i ka fajat ambienti kuj, shoqënia kuj. Filon shoku, qëtin me herë gjibet, qëtin me herë në haram, qërë me pi diçka runa zëtë, ik për i ti, ndroje venin, ndroje kaljen ndështa dhe punën, ndroje për me rujtë zemrën. E këj për thëtë, Allahu ta falë, po për musmerati halon me kate, largoj për i këtuit, se këj ven ku je, këtë qëtë me bo gjëna. Me nejtë me njërës të mirë, da shumë nëzër, shoqërimi me njërës të mirë, ndërmon shumë besimtarit, mu largu prej me kate. Njërës të mirë, ku atëm herë prej tyre. Shoqëria mirë, nuk ka të pagume. Shoqëria mirë, nuk ka të pagume. Shoku i mirë nuk ka të pagume. Ai që ta kujton Allahun dhe të thot mo që kësë zbën, nuk ka me atë shok. Ai që ta bën rafsh, rruju për i ti. Rruju për ti. Thot hajme se së gojle, se qëra ta tjetë që po bojnë, na ka pak. Rruju për i ti. Shoqëria mirë ndihmon shumë, si kurse dhe shoqëria keqe, Allah në rrutja Rabbel Alemin, bën shërë shumë. Kërkimi diturisë të shumë të zërbesimtarë, prej mënyra për më largu, mënyra më të mira, më dhe largimin nga me katë dhe praktisë të tyre është talabul ilmi, kërkimi dijes. Me mësu, sa ma shumë që mësën, as ma i mirë bosh, as ma lau gjunahevi. Innama yakhsha Allahe min ibadihi el ulama. Allahu për vërtet, Allahu t'ja kanë fri kush? Të diturit. Sa ma shumë që një Zotin, as ma shumë i frikëzues. Sa ma i paditur që je, as ma lërë ti je, dhekri do është dhe besimtar, dhekri sabat, dhekri me të mbromjes, dhekri pas namazeve, dhekri pas taj në vendën kohët saktuara, kur të hangsh, kur të pesh, këto e mbrojnë besimtarin. Jënë buroj për besimtarin. Bismillah, Allahu Akbar, Elhamdulillah, kur tesh Allah ndërov në banjo, e kënë ndohon, kur delsh e kënë ndohon, kur tesh në gjami i dohon, kur delsh e tu dohon, kur dvesh rrugës e stakfirullah, të shkun shpe, stakfirullah, mas namazit sabahut, mas namazit ose para akshamit, dhikri mbromjes, dhikri para se me ra me fjet, kur ti krysh kretë që to, je mbrojtë prej me kateve. E nuk vjen pas e me thonë, hojtë besëm ka marrë gjumë, marrua për të ondrave. Po qka ke bo para se me ra me fjetën, Allah i kom qyë telefonin dhe mu kam shirë sy në telefon të këshyë YouTube. Te për mirë po flejna. Allahu na përmisot dhe na rrujt ja Rabbel Alemin. Prej mënyra për të rrujt nga bratisa në kateve është që mës me lanë, ose sa ma shumë në bove për atë mira, mës me lanë hapsir të lirë. Andaj, aj besimtar që është i letë për gjami, dhe vjen i falë 5 kohë në gjami, aj s'pam që s'bën gjënohet. Po,
Hoxha, nuk jetë shumë kohë për gjunohë. Si jetë shumë kohë për gjunohë. Vjen, shkojnë 2 saat, dhe shkojnë në shtëpi, me mor abdes, çdo herë është i lidhur me vepra të mira. Andaj veprat e mira, sa më shumë vepra të mira, as më pak gjunohë, dhe fundit ashtu vëllezër besimtar është me e pas në hatër se Allah subhanahu wa ta'ala na përcjell pra vëmendja që Allah subhanahu wa ta'ala na sheh, na përcjell, na ndëgjon, dhe kjo sigurisht e ndihmon shumë besimtarët për me braktisë dhe me lanë me katët Allah se të mësojnë më pendu me pendim të sinqert dhe më largu për atyre gjunave të cilat i dim dhe nuk i dim të vogla dhe të mëdha. Allahu na pastroft dhe veprat e mira na pranoft në katët cilave na shpëndojmë sinqerisht. Allahu ato të liga që kemi bën të mira shëndrojt e Rabbul Alamin. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.